kur politikanët dhe gazetarët bëhen vipa, simptoma e një shoqërie të kalbur. Në çdo vend normal, politikanët dhe gazetarët janë shërbëtorë publik. Në Shqipëri, ata janë kthyer në persona të famshëm, në figura që duar trokiten, idolizohen dhe mbrohen edhe kur dështojnë. Dhe kjo nuk është rastësi. Është shenja më e qartë se një shoqëri ka rënë në korrupsion moral dhe varfëri intelektuale. Kur një politikan trajtohet si yll, ai pushon së dhëni llogari. Kur një gazetar bëhet brand, ai pushon së kërkuari të vërtetën. Kështu lind aleanca më e rrezikshme për një vend të vogël dhe të brisht. Politika që blen heshtjen dhe media që shet ndërgjegjen. Shqipëria e sotme është dëshmi e gjallë e kësaj sëmundjeje. Studio televizive të mbushura me të njëjtët fytyra, të njëjtët emra, të njëjtat debate boshe. Politikanë që flasin për orë të tëra dhe nuk thonë asgjë. Gazetarë që nuk pyesin, por promovojnë. Opinionistë që nuk analizojnë, por justifikojnë. Të gjithë të paguar mirë, ndërsa populli numëron ditët për të mbjetuar. Në këtë realitet, korrupsioni nuk fshihet më, normalizohet. Hajnia nuk turpëron, lavdërohet. Ignoranca nuk përjashtohet, promovohet. Kush flet drejt, etiketohet si ekstremist. Kush hesht, shpërblehet. Kush shërben, harrohet. Pasojat janë të dukshme. Një shoqëri e lodhur, e dorëzuar, e mashtruar. Rinja ikën, sepse nuk sheh merit. Inteligjenca tërhishet, sepse nuk ka hapësirë. Ndërsa zhurma mbizotëron, e vërteta mbytet në nduartrokitje false dhe klikime të paguara. Ky është realiteti shqiptar sot. Jo sepse shqiptarët nuk kanë vlera, por sepse sistemi shpërblen mediokritetin dhe ndëshkon mendimin kritik. Sepse politika ka kapur median dhe media ka hipnotizuar publikun. Një vend ku politikanët dhe gazetarët trajtohen si njerëz të famshëm, është një vend që ka humbur busullën morale. Një vend ku fjala VIP vlen më shumë se fjala përgjegjësi, është një vend i rënuar nga brenda. Dhe pa një shkundje të fortë shoqërore, pa refuzim të këtij modeli, ky realitet nuk do të ndryshojë. Do të riciklohet, si fytyrat në ekrane, si premtimet, si gënjeshtrat, sepse një kom që adhuron pushtetin dhe jo drejtësinë, është i dënuar të jetojë nën të.